Është koha për intervistën e ditës, ndërsa në studio sonte të ftuar kemi Besa Dullovin nga Lëvizja Studentore për të folur pikërisht për protestën e sotme të studentëve, të cilët ngrenë zërin për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Dullovin, mirë se erdhën në Alsat. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. Na thoni, a jeni të kënaqur nga jehona e protestës së sotme, cilat ishin kërkesat tuaja bazike? Nga protesta e sotme jemi të kënaqur dhe mendojmë se është shumë e suksesshme. Gjithashtu është në përputhje me atë që kemi pritur gjatë organizimit të protestës. Thelbi i çështjes për të cilën ne kemi protestuar sot gjendet tek jo zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili parasheh dhe garanton se përdorimi i gjuhës shqipe është detyrim ligjor për të gjitha institucionet e vendit. Ne, kërkesa jonë është në përputhje me kornizën ligjore dhe kornizën kushtetuese të vendit, nuk po kërkojmë asgjë tjetër jashtë asaj që na është garantuar me ligj. Mund të potencoj edhe disa nene apo disa baza ligjore. Sipas ligjit për përdorimin e gjuhëve, një qytetar i cili i përket komunitetit mbi 20% mund të kërkojë zbatimin e gjuhës shqipe nga të gjitha organet dhe komisionet. Që këtu vlen të theksohet se nënkupton edhe Komisioni i Provimit të Jurisprudencës, i cili është pjesë përbërëse e provimit të jurisprudencës. Pra, cilat janë problemet reale që ta kenë më të qartë edhe shikuesit me cilat ballafaqohen studentët e drejtësisë, cilat vendosin të testohen në provimin e jurisprudencës dhe ju mohohet e drejta për kushtet barabarta në dhënien e provimit? Fillimisht, provimi i jurisprudencës është një test i cili teston njohuritë profesionale dhe juridike të një juristi dhe është kyç për avancimin e mëtutjeshëm të karrierës të një çdo juristi, pavarësisht se çfarë profesioni ai do përzgjedhë në të ardhmen. A do zgjedhë të jetë avokat, notar, apo gjykatës, prokuror dhe ndonjë profesion tjetër. Po ashtu, nëse fillojmë nga impakti që ka provimi i jurisprudencës për avancimin e karrierës të çdo juristi, ne jemi zgjuar të protestojmë për një të drejtë e cila na është e garantuar, por nuk po na jipet apo po na e mohohet. Po ashtu një prej gjithë shoqëria është paksa e njohur me faktin se juridiku është përbërë nga një korpus të gjerë termesh. Si pasojë e saj, një nga problematikat kryesore me të cilat ballafaqohen studentët shqiptar gjatë përgatitjes për provimin e jurisprudencës është përvetësimi i të gjithë materialet të cilat ata e kanë mësuar dhe e kanë studiuar gjatë viteve studentore përsëri në gjuhë të tjetër. Kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë njohuri të gjuhës maqedonase, por ti të marrësh dhe të studiosh atë që e ke përvetësuar për 5 vite, të marrësh dhe të studiosh në gjuhë të tjetër, ajo është mund i dyfisht për studentët shqiptar. Po ashtu nëse krahasojmë kohëzgjatjen e cila ju nevojitet studentëve shqiptar për të përgatitur për të dhënë në mënyrë të suksesshme provimin e jurisprudencës, nënkuptohet, në krahasim me ata të palës tjetër është një krahasim goxha i madh. Sa është krahasimi? Ja temi, nëse do t'ishte në gjuhën shqipe, a do t'ishte shumë më lehtë i përvetësueshëm dhe sa do t'ishte kohëzgjatja dhe sa është kohëzgjatja e përvetësimit nëse është kështu siç është vetëm në gjuhën maqedonase? Po, nëse do të kishim mundësinë që t'ju nënshtrohemi provimit të jurisprudencës në gjuhën në të cilën kemi studiuar, atëherë një kohëzgjatje, të themi 5 muaj, 6 muaj, në mënyrë konsistente. Po kështu si që është në gjuhën maqedonase sa mund të zgjas? Fatkeqësisht më shumë se një vit. Më shumë se një vit? Më shumë se një vit. Sa faqe ka materiali, apo më mirë thënë materialet për provimin e jurisprudencës? Po, materialet për provimin e jurisprudencës janë të jetë voluminoza. Nëse marrim për shembull të drejtën civile, e cila përbëhet nga e drejta e detyrimeve, e drejta sendore, e drejta trashëgimore dhe e drejta familjare, po ashtu testohesh edhe për pjesën procedurale, për procedurën. Ti këtu ke faktikisht 5 libra, të cilat të them janë rreth 300-400 faqeve. Dhe kjo është një material goxha voluminoz dhe të potencoj kjo është vetëm për të drejtën civile, ndërsa ti testohesh për të drejtën penale. Dhe duke pasur parasysh pastaj që studion në gjuhën amtare dhe duhesh ti nënshtrohesh provimit në gjuhën maqedonase, në gjuhën cilën nuk e studiuar, jo se nuk e njeh gjuhën, atëherë dhe për atë është edhe kohëzgjatja
ka që madhe dhe a keni pasur raste konkrete kur për shkak të kësaj padrejtësie apo kjo padrejtësi është reflektuar tek suksesi studentëve dhe pikrisht kjo ka qenë ajo arsyeja që ka shtyr edhe të reagoni? Po, patjetër, ajo ka një impakt shumë negativ dhe psikologjik të themi, ku humb vetbesimin dhe disa për shkak të presionit të cilat e ndjejnë dhe të padrejtësisë e cila ju bëhet, nuk e marrin hapin të përgatiten fare për provimin e jurisprudencës dhe tërhiqen, pavarësisht se nëse kanë qenë student ekselent, student me njohuri të mëdha. Dhe kjo ka një impakt shumë negativ në avancime në karrierës së një juristi, ku në tregun nuk kemi konkurrent aq sa ka shqiptar dhe Maqedonas. Domethënë është një disbalancë. Ti je veti tretë në studime. Keni diskutuar ndonjëherë me kolegët ca prej ju do të vazhdonit më tutje duke dhënë provimin e jurisprudencës kështu siç është? Apo sa kanë hequr dorë ish kolegët tuaj që veç më kanë mbaruar studimet? Një shumë raste të cilat studentë shqiptar të cilat kanë studiuar në gjuhën shqipe dhe fatkeqësisht për shkak se nuk i është dhënë e drejta të japin të njëjtën, të nënshtrohet provimin të jurisprudencës në gjuhën në të cilën kanë studiuar, janë tërhiqur krejtësisht nga dhënia e tij, po ashtu nëse bëjmë krahasim në moshën të cilat ne kanë studentët të cilët i nënshtrojnë provimit të jurisprudencës, studentët shqiptar janë në një moshë shumë më madhore se ata Maqedonas. Pra, sepse ju duhet kohë pasi të mbarojnë studimet, të përgatiten edhe një kohë shumë të gjatë, siç thatë edhe ju pak më parë më shumë se një vit. Po. Dhe nëse në ishte në gjuhën anëtare, shumë e thjeshtë, më pak se 6 muaj. A keni pasur takime përfaqësuesit e institucioneve dhe çfarë u është premtuar apo a ju kanë ofruar ndonjë zgjidhje? Cila është ajo zgjidhja që ofrohet? Kemi pas takime me shumë zyrtar, por fatkeqësisht asnjë zgjedhje e cila na është ofruar nuk ka qenë e pranueshme se i përket kërkesës sonë. Një prej zgjidhjeve të cilën kryeministri Mickovski e dha në deklaratat e tij të para pas publikimit të peticionit ton, ishte se të bëhen ndryshime ligjore. Kjo mendoj se edhe të dërgohen ndryshimet ligjore në Komisionin e Venecias. Mendoj se kjo është një tentativë për ta zbaritur të gjithë procesin dhe për ta ngadalësuar atë për shkak se nuk ka nevojë për ndryshime ligjore. Ligjet ekzistuese janë të mjaftueshme për ne të mund të nënshtrohemi provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Po ashtu kemi edhe zgjidhjen e cili ai na i dha ta themi se të bëhet harmonizim ndërmjet ligjeve, nuk ka nevojë për harmonizim sepse vetë harmonizimi është në kundërshtim me ninën 23 paragrafi 4 dhe 5 i ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili parashes se për një vit dispozitat e ligjeve të tjera të harmonizohen me këtë ligj, në qoftë se nuk harmonizohen atëherë vlejnë dispozitat e këtij ligji. Po ashtu se i përket Komisionit të Venecias, mendoj se Komisioni i Venecias përdoret si një vegël për të manipuluar edhe opinionin, por në një mënyrë edhe neve, për shkak se rekomandimet që jep Komisioni i Venecias janë vetëm këshilluese. Nuk janë të obligueshme për ne. Dhe ju jeni të vendosur deri në fund që provimin e jurisprudencës ta keni edhe në gjuhën shqipe. Megjithatë, apo përpiqet dikush ta përdorë themi protestën tuaj për qëllime politike? Po, kemi pasur tentative të tilla nga ana e disa partive politike, por kishim edhe me pankarte të cilat u venduan një ditë pasi u venduan nga studentët, kinse janë të venduara nga studentët, gjë që nuk është e vërtetë, për të fituar pojena politike. I gjithë narrativi dhe diskursi politik po tek bloku shqiptar po zhvillohet me atë se kush i ka fajet apo shohin që politika qoftë opozit, qoftë pushtet, po përplaset në kurrizin tuaj në një farë forme, ndërsa qëllimi juaj është vetëm provimi në shqip. Ndërsa politika po e shfrytëzon këtë? Po, politika po e shfrytëzon. Kishim edhe deklaratën e djeshme të kryeministrit Mickovski, i cili në një mënyrë shumë ofenduese, personalisht unë dhe të gjithë studentët jemi të ofenduar dhe të fyer nga deklarata e tij, ku ai thotë se ne po përdoremi si një vegël e partisë opozitare politike, gjë që nuk është e vërtetë. Ne jemi ngrit në këmbë për shkak se nuk na jepet e drejta e garantuar. Ne jemi ngritur në këmbë për shkak të padrejtësisë apo të them drejtësisë selektive që ekziston në këtë shtet. Fatkeqësisht. A keni pasur presion themi nga parti politike apo nga grupet ndryshme dhe a ka ndodhur që për shkak të politizimit një pjesë e studentëve kanë hequr dorë themi nga
beteja për gjuhën shqipe në provimin e jurisprudencës? Jo. Nuk keni pas Ndoshta ka presionet tilla? pasur në mënyra indirekte, por në mënyra direkte që unë jam informuar jo, dhe gjithashtu studentët, pavarësisht çfarë backgroundi politik kanë, nuk janë dorëhequr nga kauza jonë dhe do të luftojmë deri në fund për ta arritur. Si siguroheni që protestat mbetet zë i studentëve dhe jo i politikës, pavarësisht përplasjeve që po shohim që nga momenti kur ju ngret zërin dhe kërkuat përmes peticionit provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe gjithë këtë periudhja dhe sot kishte përplasje të tilla, njëra palë akuzon, tjetra premton dhe kështu me radhë. Kauza është vetëm studentore, është e pastër dhe e qiltër studentore dhe po kërkojmë drejtësi. Nuk ka të bëj dhe kemi bë apel deri te partitë politike që mos të na e përdorin kauzën tonë, lëvizjen tonë për çështje politike dhe për pojna politike dhe andaj prap ju bëj apel të gjithëve të bashkohemi të gjithë për të marrë dhe për të arritur qëllimin tonë. Pra le gjejnë zgjidhje dhe mos përplasen mes vetes se kush i ka fajt, më pak e kush më shumë. Sot pam më njërë pas protestës Ministri i Drejtësisë Filkov, doli me një reagim duke bërë ditur qartë se vazhdon mbetet në qëndrimin e tij tashmë të njohur, madje kritikoi edhe për mos përdorimin e flamurit shtetëror në protesta. Ministri i Drejtësisë nuk e ka ndërmend të heqë dorë nga paralajmërimi i tij se nuk ka provim të jurisprudencës në Shqip. Ne do vazhdojmë me protestat. Do vazhdojmë t'i përdorim të gjitha mehanizmet që i kemi për të arritur qëllimin tonë, se fundja nuk po kërkojmë as privilegj, as të jemi të privilegjuar nga ana ase zotri Filkov, ase zotri Mickovskit, por po kërkojmë zbatim të ligjit ekzistues. Po ashtu se i përket përdorimit të flamujve, ne këtë e shohim si një luftë kundër neve shqiptarëve, fatkeqësisht. Çfarë do ndodhë nëse shohim deklarata të tilla, më ishte reagimi i Filkovit, nëse kjo kërkesë nuk plotësohet? Në fund protestës njëri nga pjesëmarrësit sot tha se ardhmëria është në duart tona, pra në duart e studentëve në këtë rast. Ju thatë që do të vazhdoni protestat, keni marrë një vendim të tillë, keni rrugën e qartë se si do të vazhdoni këto protesta, çfarë do të bëni nëse vërtet nuk ka zgjidhje? Mendoj se do ketë zgjidhje. Keni marrë ndonjë garanci apo ndonjë? Jo, nuk kemi marrë një garanci, fatkeqësisht, se i përket përfaqësuesve tanë shqiptar, ata kanë qenë paksa të heqtur se i përket çështjes sonë, me fjalë kanë qenë mbështetës, kanë dhënë përkrahjen e tyre, por sa ajo përkrahje është përputhur me veprat e tyre, është një pikpyetje e madhe dhe mendoj se heqtjen e tyre në një mënyrë kuptoj si miratim të politikave momentale, ne nuk do të dorëzohemi. Pra do të vazhdoni protestat? Do të vazhdojmë të kërkojmë të drejtën e cila na është e garantuar në çdo mënyrë. Lufta jonë vazhdon, pavarësisht absurditeteve të cilat po mbizotorojnë në politikën tonë, dhe më duhet të potencoj një fakt i cili është shumë interesant dhe shumë ironik se i përket kësaj situate. Në kërkesën për dhënien e provimit të jurisprudencës, parashihet se studenti i cili është pjesë e komunitetit më së paktu 20% në Maqedoninë e Veriut, ka të drejtë të kërkojë që certifikata për dhënien e provimit të jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe. Pra, në certifikatën mund ta merrni në gjuhën shqipe, por provimit për të arritur deri tek ajo certifikat i nënshtroheni në gjuhën maqedonase dhe s'mund t'i nënshtroheni në gjuhën shqipe. Po. Ky është realiteti. Ky është realiteti, fatkeqësisht. Dhe ju derisa të arrini në zgjidhjen apo në dhënien e provimit në gjuhën shqipe, tha që nuk do t'i ndalni protestat. Nuk do t'i ndalni protestat. Faleminderit shumë që sonte ishit në Alsat. Faleminderit për ftesën. Ne vazhdojmë më tej me lajmet.